Shka ke lyp veterinë? Thash, më pëlqen. Si që mësu Gjakovart me hi veterinari. Ishim mësu jauri. Me pas punë me katon. Po, thash më pëlqen. Tha me ta qitë lopën mi pa ëngje. Ba, fillun, këtu mu prejnë kom, se isha i ria, dhe thash, nashta dhe në gjamër prop. Ligjet ishin të thata për mu, ishin fikse, nuk më bëni përshtyp. Mu më bënë përshtyp, më bëjkëshin përshtypje qallëria. Kafshet, natyra, era, ajri, çdo gjë që frymon. Kjo pro është sallata shope për meze, për marakli. O do, tha, shka në mërë këto gjana? Tha pse? Le mërë burë tesha për qanë, pusa për qanë, po nuk i kemi mërë na tha këto hale. Dhe unë sot do t'ju tregoj një recept shumë të mirë, me përgatit me gjizë dhe me speca. Një ëmbëlsirë shumë e lehtë, mirë po është shumë freskuse dhe shumë e shishme. Mos e lani pa e provu. A den ti mu marrë me mu se unë me ty s'di. Amerikanë bëbojnë ma shumë studime edhe kanë ardhur vërtetim që ata fëmijë, cilët rriten me një prezencë, një mace, një qeni në shtëpi, ata fëmijë janë shumë më social. Shprehin të forit shumë më shpejt, janë shumë më inteligjent, janë shumë më dashamirës, shumë më dashur, nuk bëhen kriminal, nuk bijnë burgjeve, janë nxënësa më të mirë.